O Zot, një fushnjë e vogël e hedhën pleka. Kush e ka ka të zemrën mu? Kush ka mujt me ta bo këto? Kush e ka zemrën as zhgur? Kush ka mujt me ta bo këto? O bevosh, po të jetona, ka mu vonë non e gjithë shka për ty. Ka me të rritë për hatër të Zotit, qysh duhet e qysh është mas mirë. Prej sotit, jetona se marrë nën kujdes të rri këtë fmi. Kastriat, a këtu banën të ja? Po, këtu banën. Banën e kopën e treta, dhe ti këtu banën? Jo, veç e të një shak në vode të tyra. Ha, problemi, të një shak, atë një shuqe. Jo, të një shak, po unë të din që e kam veç një shuqe. Kush është e shuqe? Qysh e ka në? Monika, Kastriat, ishim konë të zhurë më pramë, ishim rej të bura me stupë, sa ishtë plagu baci qasë, qështë të niva, të media. Qështë të vërtet kjo? Qështë të niva, shtë të kanë zë. Ku të gjohet i kjo? Vi që kum një kështë, po edhe kanë zonë të djemë që të. Po të e vërtet është? E vërtet është. Parëm të e. Qa kena në më që të që i Kastriu t'i shpejt. S'dy në është ta e këmë rëzikua dhe Kastriu t'in. Qa i ndërli dhe këto me bacin qauz mëre. A thushe që një, mos më ka bëva mëre. Jo më se në është ta Kastriu t'i bëhet ma i kujdes shumë edhe ruhet pak. Din qytet të shtonë. Ata që jetë më rrjet, sot të hajgojnë me që për flasë.
Sa gjatë ka mbetur kështu? Et rri, s'me del gjohë. Ose të lë gjithçka, ose të bëj diçka. Po çka të bëj, se shoqënia ecin përpara e unë rrej. Çka po duket rrugë pa kry. Sa gjatë ka mbetur kështu. Et rre, s'me del gjë. Ose të lë diçka, ose të bëj gjithçka. Por çka? Gjithçka po duket si rrugë pa krye. Shoqëria shkoj përpara e unë jam gëshfatër. Ti që je I fort, I përbalon ti çdo sfidë. Edhe kjo ka me kalu. Unë të përdu diçka të pak, otra që me të vizituar të mësime të diçka. Shumë faleminderit të mesazh. E di që je I fort, kur që e dërzu, para asnjë sfide. Shka na sjellë? Të përdu diçka e shef, kur shkosh brenda. Shumë faleminderit. Shumë të mirë, po patrulla. Diçka simbolike. Po do të thënë se të rritlera. Nuk të nuk, në që në më trajtu në nuk. Nuk të nuk. Do të gjatë e qajmë si serio, që a mojë të rrë. Po jo, e në mira për lëmë, kavak. Dje isha një kafeteri dhe I ndëgjova dy vetë në tjetër tavolinë me një bisedë. Ata I ndëgjova dhe përmendshën një pranvera.
edhe ka ndonë porët majme, ka dhonë për një kastriutin i qunë borë. A në të vërteta këto që kam betura, nësë? Zem, në kisha në kontaktu sa më shpejt me një orën. Se gjova se një ora ishe advokate mbrojtëse e kastriutit. E pse unë me shku? E pse unë me shku të nora? Hajde, po të gjej. Unë po të regoj në bejës. Ndëgjova të fjollë që kastriuti ishte në borë. Dhe ndëgjova që e këshin angazhu në orën avokate mbrojtëse. O, që ashtu është. Unë me një orën nuk kam mundësi me kontaktu. Unë di që kontaktën ti me no, edhe kështë dhëmë me shku me aqu këtë lajë. E pse unë me kontaktu me nora? Unë dje isha një kafeteri dhe i ndëgjova dy persona që ishim të biselu për kastriutin. Edhe një pranvera kështë dhëmë povrat majme me fut në borë kastriutin. A e të vërteta këto që betura, nësë? Betohem që fjallë për fjallë këto i ndëgjova. Atëherë, faleminderit shumë për këto informata që më dhe. Mund të me shku me në një herë në një aftonora për këtë. Ditën e mirë, faleminderit shumë. Përshëndetje Nora. Përshëndetje. A ka mundësi veç një muhabet shkurtë e këmet? Orna. Kam dëgju se kastrioti të kisha angazhu për mbrojtje. Po. Unë e di që ki prova të mjaftueshme. Por nëse ki nevoj, unë e kam edhe një informacion shumë të rëndësishëm e unë. Me vendije dhe me përgjithësi të lartë, mund të them se sot po informohen nga një përsa, ata persona që ka dukur biseduar se pranvera ka dhënë paratë të mashme për të futur kastriotin e burg. Zonja advokate, të betohem se kjo është e vërtet. So, je sigur për këtë informacion? Ja. Në rregull qazëm, faleminderit për këtë informacion. Je i lirë. Ditën e mirë, Ditën e mirë. e kalosh kuq. Edhe ju. Falë, me ta bo një pyetje. Por no, Ku jeni me ka vizitim? jam nisë për në fshat se jem për gute e unë i ka të vizit. A mos. Një për qazim shabalin. Po e një, ajo është buri më i mirë ka fshati. Është të dy cigare. Okej, dy cigare. Që qazimet, të ujtë se lamë të ka ba adimi. Dy jollë me mbajtjen këtë, pa sen hiq. Nese jam ko pak i smut, po pa sen hiq. Valla kur s'ka mi arru dojes, qa ka bo për mu, sopor ti ka dho krejt pe i zemrës. Shumë do.
Njerëzit janë shumë punëtor. Zhurma e traktarve. Fylli i bariot. Lëndinat e mbushura me dele. Gjeshkat e larta dhe me zhurma të zoggjeve. Njihet e gjallë. Ani marto pra në fshat, në zi këtë pishe ka që për fshatit. Po, me dëshirën më të madhe isha martu këto, me një djalë, të sjellshëm dhe punëtor. I bre, ku martot me fshatar? Ti me diplom? Volja, shëqa, diploma është veç një copë letre, edhe arsimimi jëtë shihet kejt në sjelljen tënde. Fshatar nuk quhet një djalë punëtor dhe i sjellshëm, vetëm se jeton në fshat. Fjala i më fshatar vlen për një njeri që ka sjellje arrogante dhe që është i paedukuar. Kjo mësusja drejt, se lënë topi ditë fjallë, po më pëlqen. E thash, apo më fali mu, se kam shku në shtëpi e më përgatit për punë. Po patjetër, po qohëm edhe na. Valla dhe pse jo me uri të riludhër, për shkëpja që ta manet batës qovës. Batës qovës? Hajde me qik, hajde. Që po vi se kam një përësi me ta dhonë, edhe pse më vunë për shpe. Hajde re Batës, hajde. Afro. Një djali ri, një jepi qëtu gjitësidore me të fru. Po, kaj. Ty be nuk e njohta veç emrin Agim e potin. Agim? Qësh ish mi po kështë? Ty be nesh një djali menqër, i jeshëm, me mjekër pak. Agim. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mere të rritë ty edhe atina. E përshëndes. Shëndes. Kalosh mirë. Faleminderit shumë. Ka përse? Agim. Agimi jem. Dhe me thonë Agimi nuk pas ka dal jashtë? Qenë ka këtu. Eva Agim, Agim. Shumë e netë të ditë. S'ka mujt me hangër e me pi e me flejtë si duhet. Tu i me nu për ty. Kush e ka menu këto që aje ta kanë këtë vajzë edhe mi dërgon këto cigare. E djali jem, halal të qoftë që s'me ka harru edhe se ke lëshu venin. S'ka qëmë këta. Kush mojti me më këta? Kujtë që zona rrugën ka që? Nuk mu jasë me në mru njerët sa shumë i kom tiku. Kujt i shkaj për shtati kja? Kujt i shkaj për shtati kja? Me më fut më në burg. Te folesh shumë. Ashtë se. Te folesh pak. Ashtë dukat. Po nga njëherë,
Të mos flasësh fare. Ashtë diamant. Të dobtit bëjnë moska për tjetuar. Të fortë. Zhveshin trupin e tyre për të mos gënyer. Kur dikush të fyen e të korrejnë. Vetëm shiko. Nga cila kujtër fjona. Edhe s'kim se të mundohesh t'i bash përshtypje. Disa hedhise kanë ndërru. Ju betohu që shumë kapim të takimi. Hajde Sonja u pote, çka ka të re? E kam një dosje shumë të vlefshme për klientin tim për kastriat Sinanit. Hajde ta shohim. Unë është lexu, Shpresoj të na krym punë. shpresoj. Jeftan ju jeni lirë. Unë do ta lexoj. Pranvera. Kush ata shke pranvera? Deri më sot këtë emën nuk e kem pas as në listë, e as se kem dëgju diçka për ta. Wow! Kush mundet me konë kjo barbosje? 150.000 euro i ka dha për me e burgos kastriotin. E njerëzit tonë, çka po bojnë ka njerëzit tonë të re? Përshëndetje. Mirë jena. Deshta me pas një informacion shumë të shpejt prej juve. Ju si punoni në teren, keni ndonjë informacion për një pranvera? Emën i femrës, pranvera. Nuk kemi ndonjë informacion tjetër, veç që thuhet prej burimeve të sigurta se pranvera pas ka financu një shumë të maj me parësh për me e burgos kastriotin. Për vetë ndodhjen e saj, dhe ndodhjen e saj në nuk e di. Nuk muna me ditë se nuk kam ide, as nuk e kam dëgju deri më sot këtë emër. Mirë po, shikone se në këtë dosjen që ma ka dërgu avokatja e saj, thuhet se pranvera pas ka punue me kastriotin. Ka banue aty afër dikon te kastrioti, edhe besoj se punëtorët, nëse kërkush nuk din kur gjë për të, punëtorët në bizneset e kastriotit munen me njoft këta. Unë shpresoj që këtë punë të kryeni shumë shpejt,
se punët vetëm po zgjerohen. Faleminderit shumë, edhe presim informacione për jush. Besoj si po, na do ta përgatisim një vendim, edhe me vendim ju do të organizoni edhe do të marrni aksionin. Faleminderit shumë edhe shqipemi e njihemi. Pranvera. Njëherë Teuta me grupin e vet, e tash na del Pranvera. O Zot, çka po ndodh këtë radhë? Që më kanë metë edhe 3 vjetë edhe nuk havën vetit, nuk ja di 2500 i kom të bu se 5.000 euro më kam dënuar, po të qertë nuk di çka bëja, ku zgjon e tek, ku më kesh bon hall, ka së vetë po është, ajo është në burg. Nuk di hall vetit, nuk di. Qazën e di që s'ka, që e ka hallës vetë, edhe të uta që ashtu kanë pas shpenzime ata shumë, hallën vetit nuk e di. Hajde, hajde. Doja e mirë. E mirë, e mujtë, e mirë. Shida e mirë. Hajde, ullu, ullu. Jo da dojë s'pulla se i kam të punë. Se çfarë punë shkiti, çfarë punë të presin ty, po... Doj, këtë zarf ta ka dërgu Bobi. Unë edhe 3 ditë i kam afat për gjykatë, për shka? Doj, nuk e di në qanë puna gjykatës, po këtë zarfën i Bobi tim privat, që ta ka dërgu. Doj, a më folë mu se unë për eci ka dole. Hajde, ditën e një doj. Unë jam Titi, prindi i Gecit. Shprej keqardhje për rastin që të ka ndodhur ty me djalin tim Geci. Në anën tjetër, më vjen mirë që ke shpëtu si ti, si djali im Geci ka ai aksident. Pasi që dëgjova fjalë të mira për ty, dëgjova që i ke ndihmuar Gecit në spital, unë ti dërgova pak para për ato shpenzime që ke boti për djalin tim. Faleminderit vëlla. Shishon e zorf, e nëse të duhen prap, pare, unë mund të dërgoj me njëherë. Shumë faleminderit me ti edhe në zërë që më ofroni kështu këtë mundësi. Sa bukur është këto, si kur çdo gjë merr frymë ndryshe, malet, fushat, zogjet. Këtë pamje nuk do ta ruaj vetëm me një foto, por edhe në zemër. Ndoshta një ditë ju tregoj nxënësave të mi se lumturia vërtet nuk gjenden vetëm në gjërat e mëdha. Sa më duket sikur marr frymë ndryshe, sikur ndihem me të vërtet gjallë. Më shtëpia jam.
Çka po ndodh kështu? Dikur përpara kur zbrazej fshati, brengosesha me t'madhe. Por ja që sot, edhe ti po mbetesh e zbrest. Kur kujtoj gjallërinë në këtë fshat, plot punë, plot fusha, me bagti, me bari, ku më zhanin cënësit. Sot, kam bet i vetmuar. A thu, unë nuk dita me menagju me jetën, e me shfrytzu kohën, apo ndoshta jeta u tregu e pa drejt me më. Dikur ishte plot kjo shtëpi. E se mos në ti t'vlerët. Me dasht me nejt me dikan me normali, me duhet me shku në fund të fshatit, e me gjet një njeri me qajt hallet e me bisedu me ta. E rand. Njerë po, qka të bëj? Po dashka më përbal me sfidat e jetës, ashtu si të sillen me të pedatin. Shkoj pak të shtrihemi, e mos mendoj shumë për të kaluar, se vështira atëherë, dhe i baballë që të aty në kujtimeve të kaluara të idhura. Gjeladin! Qysha, po bëjka me punu te kastriotja? Se? Qysh pse, po minan që s'njera? Nuk të mvojnë e heshtë. Jo, s'po më intereson, veç dishta me t'pyt diçka. Vaj vole. Ku shtisa? Vole. Të thash pjote mos më merë në qoftë. I sholla po pështën, po ty pas ka hitut janë ashtë? Vas po më interesan, mo për kërkan. Ne do mi këshirë punë të mija. Tënge bash, se t'ja pas ke uq me t'madhe. Ku, po ku më gjithë me kje? Kje, ka më bo një shërë se dy gurë bashkë një vend nuk i den. Vaj në të shtën, pa po e pa një. Shumë gaboha që pranova me ndëgju urnat e pranverës. Tash ajo krejt luks. Po që titet në për restorana, po vëzit kërë 200.000 euro, e une krejt aksionet ja kryva edhe meta udhëve të molit. Tash unë në di qka bëj. Kam më ngjit qeropën kry, edhe kam më shku me vjedh atë kerën e shtrajt. Veç po pret sa pak ditë e rruhet, edhe drejt të kerën. Ditë të shejtuka, e hupe krejt. Ja, u hup t'jë. Thone ja. Ja, ku jeni jë. Thone s'kam ku me hup. Keni me dhonë llogarit te dhe isa. Këna me dhonë llogarit si pas të je. Njëherë mu, e tani pranverës. As ty, as pranverës, edhe në shumë rrugën se s'do me pos punë me juve kur.
O, pas lajmëru në polici se po ma normë se lo. Valla bredoj, bol mirë bon e qerdhe. Se keshtu i mërzi diçka shumë vetën, e keshtu i bo gati me dalë me shku në shirë. Valla edhe vetë me jetë që është vetën, Qa bre? e të zdisha ka me bo, ka me jamaj, të ashtë shkajt e qazë dhe ashtë prej pak tjeki mërzi. Po i bash mirë ja paske. Marime Lirje. Arrivederci. Përshëndes. Ditë më.